Mirëmbrëma të gjithëve. E di që është vonë, por dua të ndaj një lajm me ju, një lajm i freskët. Shkencëtarët japonezë kanë zbuluar një lloj ilaçi që mund të bëjë që njeriu të jetojë deri në 250 vjet, sepse ata kanë gjetur një molekulë që është shkaktare për plakjen ose për problemet që i lindin trupit të njeriut, që i shkakton pastaj vdekjen. Dhe jo vetëm riparon këtë molekul, por riparon të gjitha molekulat dhe të gjitha qelizat e trupit të njeriut. Pra nëpërmjet hyn në ADN-n e njeriut dhe rregullon çdo gjë. Madje eliminon çdo sëmundje, Alzheimerin, çdo lloj sëmundje, kancerin, çdo lloj sëmundje. Dhe për më tepër bën edhe ngadalësimin e vdekjes së qelizave. Pra vdesim më ngadalë. Dhe pyetja ime është: ju a do të jetoni 250 vjet? Sepse ne kemi probleme të jetojmë me 80 deri në 100 vjet bile, sepse, siç e dini, ne shkojmë në pension maksimumi 65 vjeç. Por ka një problem. Duke filluar që nga mosha e re kur njeriu kupton, deri kur arrin në moshën 25-30 vjeç, ai nuk ka organizuar jetën e tij. Dhe pas moshës 30 vjet, pra kur ka mbushur 30 vjeç, fillon martohet, krijon familje, gjen punë dhe etj etj. Dhe pastaj i duhen rreth 20 vjet parafërsisht që t'i hedh ato për pension, sepse nga mosha 35-40 vajte 60 i bëre 20 vjet. Dhe pyetja ime është: çfarë do të bëjnë njerëzit që do të jetojnë deri në 250 vjet? Çfarë do të bëjnë me ato 200 vjetet që mbeten? Janë dhe më shumë, po le t'i zëm 200. Çfarë do të bëjnë? Pra, si do të organizohet bota? Ne nuk jemi të organizuar sot. Merreni me mend nëse njeriu do të jetojë me të vërtetë 250 vjet. Ndaj doja ta diskutoja me ju, se ku i dihet, të paktën të jemi të informuar, sepse do të dimë si të sillemi sot, por edhe nesër, se ndoshta mund të dalin këto ilaçet në mas të gjerë dhe njerëzit mund t'i blejnë. Dhe mund t'i gjejmë ndonjërin që ai mund të jetojë 2 fishin ose ndoshta 3 fishin ton. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Shkencëtarët japonezë kanë zbuluar pra ilaçin që bën që njeriu të jetojë deri në 250 vjet. Wow! Kalofshi mbrëmje të këndshme.